kur kanë mbetur vetëm edhe 2 javë deri në zgjedhjet e reja të 28 dhjetorit, ka nisur një, ta themi, luftë ose përplasje sa më madhe e partive politike. Natyrisht që të gjitha partitë pretendojnë që të arrisin votën e tyre, megjithatë edhe matjet, edhe sondazhet e ndryshme tregojnë që vetëvendosja prind, të thotë, edhe në këto zgjedhje. Për të folur për këtë temë dhe për datën 28 dhjetorit, të ftuar e kemi kandidatin për deputet nga Lëvizja Vetëvendose, zotin Mihail Bajqinovci. Zoti Bajqinovci, mirë se keni ardhur në Blitz Interview. Faleminderit shumë, Adrian, për ftesën, kënaqësi të jem në misionin e ju në mediumin i cili promovon të gjitha gjërat që ndodhen në Kosovë pa marrë parasysh. Me parë se të hymë në intervistë, derisa erdhëm tek vendi ta xhirojmë intervistën, 10 njerëz ju ndalen, domethënë ju mbështetën, pse kjo mbështetje? Domethënë, a rrini shumë pranë qytetarëve, jeni goxha popullor? Po, është e vërtet, Adrian, edhe unë e kam edhe një aspekt tjetër. Brenda një viti, unë i takoj edhe 6.000 qytetarë si deputet, jam njëri ndër deputetet që i takoj, sepse edhe kolegët e mi i takojnë. Unë i kombinoj çështjen e kuvendit, mediatike, pjesën tjetër foltorës, ligjeve dhe çështja që më rëndësi 50% është takimi me qytetarët, ankesat, kërkesat të cilat i kanë e që duhet transmetohen në kuvend, por edhe në ekzekutiv. Fatmirësisht unë kam pas fatin të jem gazetar dhe kur kam shku në Washington e kam pa stilin se si funksionojnë kongresmen. Ata brenda një viti takojnë me 10 mira dhe këtë e kam pas në përdorim dhe unë brenda një dite i takoj dikun rreth 50 vetë e mos flas online me sa njerëz komunikoj me qindra brenda ditës. Po, pavarësisht i fakti i kësaj mbështetje popullore, ju keni qenë të renditur edhe flas në zgjedhjet e fundit në 15 deputetët më të votuar. Megjithatë, numrin e mbajtet njëjtë. A nuk ju shtyni partia përpara, apo ka qenë kërkesa juaj që ta keni numrin 48 edhe në këto zgjedhje? Sepse kam pritur që do të jeni shumë e lartë për shkak të votave që keni marrë. Po, është e vërtetë që njëri nga 15 më të votuarit në Lëvizjen Vetëvendose, por numri nuk paraqet asgjë. E dyta, numri nuk ka lëvizur në Lëvizjen Vetëvendose fare, sepse nuk e kemi pas mundësinë që të gjithë deputetët në këtë legjislaturë ta tregojnë veten. Dhe kanë shku me numër të njëjtë. Por unë mendoj ka treguar edhe koha që në shkurt të vitit 2025, unë jam me këtë numër i kam pas 42.340 vota dhe numri nuk përbën fare asgjë. Kemi deputet që në fund listës. A nuk i ka hyrë pak në HKVV-ja? Jo, nuk mendoj sepse kemi deputet në fund listës i cili është shumë i votuar. Prandaj unë mendoj që edhe duke pas parasysh që kjo legjislaturë shkoi pa pas kontribut për shkak pengesës së opozitës, ne jemi me të renditur mirë dhe nuk paraqet asgjë. Thash edhe në fillim të intervistës që kemi vetëm edhe pak ditë, ka edhe sondazhe, 28 dhjetori pritet, të paktën thuhet që do të ketë më shumë mërgat. Çka presni nga 28 dhjetori? Mendoj që Lëvizja Vetëvendose do të del shumë fuqishëm, më fuqishëm se... Çka i bën fuqishëm? Po, se në muajin shkurt, që i kemi marrë 22.6%. Mendoj se do t'jetë prap një referendum ku do t'jemi me 50% të totalit të votave në nivel veni. Pastaj, janë shumë arsye dhe tashmë opozita veç e ka pranu disfatën sepse ka bërë shumë gabime duke mos votuar buxhetin i cili mund të bëj pengesë shumë të madhe në mbetjen e 85.000 shërbëtorëve civile dhe 2 muaj, Adrian. Megjithatë, përgjegjësinë më të madhe ka Vetëvendose sepse i kishte 42.3% votave. Si mund të fajsohet ose të fajsohen ish partitë opozitare se të jenë ato përgjegjëse kur ju keni fituar shumicën e votave? Mendoj që është pak më ndryshe, ne kemi kërku koalicion. 2 herë kemi kërkuar koalicion zyrtar me Lidhjen Demokratike të Kosovës, pastaj kemi pas edhe me Partinisma, por fatkeqësisht Lidhja Demokratike e Kosovës, Adrian, nuk ka dashur as të takohet me neve. Ka pas vija të kuqe dhe ne... Po, ftesa s'ka qenë e sinqert, dorën zemër. Po tash kjo e sinqert, Adrian, varet qysh e
cilëson, unë mendoj që nuk di se çka duhet të tregohet në sinqeritet, kur ne kemi kërku publikisht disa herë që ne dojmë me Lidhjen Demokratike të kemi koalicion. Dhe ata nuk kanë dashur as të takuan. Prandaj unë mendoj, pastaj kemi pasur me partinisma, po që e dini që ka qenë problem të mbërrijet edhe vota për kryeparlamentar, pasi që i kemi pas 2 nga minoritetet që s'kanë votu, dhe unë mendoj që faji për këtë është nga opozita, sepse ata kanë mujtë sot me pas një qeveri me Lidhjen Demokratike të Kosovës, por ju e dini deklaratat e tyre. Dhe e fundit, mendoj që nëse nuk është votu Zoti Konjuca, nuk është votu Albulena Agjiu, nuk është votu Albin Kurti, të paktën votoje buxhetin, sepse vetë profesor Arsim Bajrami... Pa ta thonë që është antikushtetuese, sepse ju e dini, në sistemet tona... Tash kujt ti besojmë? A ti besojmë Arsim Bajramit, a përparim Grudës? Qeveria propozon. Pikërisht, përparim Gruda del thot diçka ndryshe, Arsim Bajrami, profesori, hartusi kushtetutës, bashkëthemeluesi i Partisë Demokratike thot diçka tjetër. E keni pa në një emision ku e thot? Buxheti ka fleksibilitet në kushtetutë që buxhetit votohet, sepse ashtu mund të ndodhë çdo herë të bjen qeveria, mos kemi kryeministër dhe mund të bjen shteti në kolaps. A mendoni që nuk do të ndeshkoj votuesi pse 9 muaj mbeti Kosova bllokuar? Edhe për fajin e VV, sepse keni shumicën, merr. Unë mendoj që jo, unë mendoj që do ta ndeshkoj opozitën dhe ju, unë jam tërkohën në teren, në qytet, në fshatra, në komunat të ndryshme në Kosovë, dhe ata e fajsojnë opozitën për shkak të blokadës të cilën e kanë shkaktu edhe për buxhetin, edhe për konsolidimin e kuvendit të Kosovës që është zgjati shumë, por edhe mos krijimin e qeverisë. Mendoj që opozita është fajtore për këtë blokadë deri më sot për 9 muaj dhe ja, mas 9 muaj, 10 muaj na shuan në Baqinov, se kjo mbetet shihet, sepse në fundis sovrani do të tregoj kush ka qenë fajtori. Po tash kthehemi pak pas 28 dhjetorit. Çka do të ndodh me 29 dhjetor, kuptimin që a do të hyj vetëvendosje në koalicion me ndonjë parti, sepse po se çka ndodhi këta 9 muaj. Po, unë mendoj që ne do të fitojmë zgjedhjet edhe më fuqishëm se tash, do t'i kemi 50% të elektoratit, këtë e kemi tash... Po si mjaftoj sepse kemi edhe presidentin. Aja, pajtohem është pyetje... Edhe nëse fitoni, gjë që nuk besoj. Unë po e them me aq sa unë e njohas si deputet dhe si qytetar në teren, fuqishëm edhe mërgata, por edhe brenda populli do t'ja tregoj vendin opozitës që mos t'i bllokojmë më institucionet në Republikën e Kosovës. Andaj unë po të siguroj që ne do të kemi 50% të totalit vota. Për president është pyetje hipotetike sepse ai pas 3 muajve nuk më them. Çka nëse nuk do të shkoni 50%, ju duhet një partner. Ne mendojmë, kush është partneri i preferuar apo do të vazhdoni me bllokat? Ne nuk kemi vazhdu me bllokat, ka vazhdu LDK-ja me PDK, sepse ne kemi kërku me LDK-n. Po çka nëse skenori kemi? Sovrani neve na i ka dhënë 42%. Me çka nëse do ta kemi rezultatin nëse skenori? Unë nuk besoj që do ta kemi rezultatin, unë besoj që qeveria do të krijohet, por pyetja e ardhshme që do të ishte edhe që është hipotetike, është çka do ndodh kur të i vim tek presidenti, sepse unë jam i bindur zoti Çollaku që ne do të kemi 50% vota. Po çka ta themi hajde, i fitoni 50%, zgjidhet qeveria. Pas pak javësh ju duhen 80 vota për presidentin. Cila është zgjidhja? Aty është pjesa e dytë me të cilën e kam shumë problem të përgjigjem pashtë që nuk e di se çka do ndodh pas 3 muajve. Nuk e përjashtoni mundësinë e zgjedhjeve të reja? Se ju dini që nëse në 2 raunde nuk zgjidhet, atëherë në tretin nuk besoj që do të ketë zgjedhje. Zoti Çollaku nuk do të ketë zgjedhje. Ja, nuk do të ketë zgjedhje, unë besoj që duhet zgjidhet një kompromis dhe të zgjidhet presidenti. Cili është kompromisi për ty? Një emër konsensual? Një partijak, Vjosa Osmani, kush? Nuk mund të flas sepse është... A keni preferenca individuale? Jo, njëherë jemi të fokusuar në zgjedhjet nacionale të 28-it. Pastaj pas 3 muajve të shohim. Ne është e rëndësishme që të fitojmë zgjedhjet ashtu si që kemi fituar në vitin 2021, që fryma do t'jetë dhe dikun rreth 250.000 qytetarë të Republikës Kosovës do të vinë gjatë pushimeve këtu, dhe mërgata ka tregu që me aq sa kam pas tubime dhe takime në Zvicër pa dhe Gjermani, do të vjen dhe do të voton mbi 80% për lëvizjen. Po edhe parti tjera po thonë që kanë shumë votues nga mërgata, madje ata thonë që një pjesë e tyre që nuk e kanë votuar, do thotë përmes postës ose forma tjera,
po thotë që fizikisht ata do t'i votojnë. Pse jeni të bindur që do ta votojnë vetëvendosin? Unë, për argumenti im është kjo, pse ata kishin frikë që të shkojnë me 28-in? Dolën me deklarata kundër që të shkohet me datën 28 dhjetor kur e caktoi presidentja. E akuzuan pat akuza që të shtyhet ose në janar ose të jetë me datën 21. Frika e tyre e dinë sepse Mërgata është mbi 90% me lëvizjen vetëvendosje. Se cila do tjetë e vërteta do të sheni me 28. Unë isha edhe në Zvicër, po edhe në Gjermani, unë e kom pa me sytë e mi duke hyp nga aeroporti e deri në zbritje dhe në tukë. Unë si deputet i thjeshtë i Republikës së Kosovës, kam pas më shumë takime dhe tubime të mëdha se sa një lider i një partie opozitare. Bile ka pas Adrian shkuarje të liderëve. Po ju domosdoshmërisht kjo përkthehet në votë. Po është përkthy. Është përkthy edhe me 2021, edhe me 2025, por unë po e them edhe një herë. Mërgata do të vije masivisht në Kosovë dhe do ta voton kryeministrin Kurti. Frika e opozitës është dhe keni pa dhe deklaratat e tyre kanë qenë kundër Mërgatës duke pengu përmes KQZ-s. Po presidenti është zotu që do ta bëjmë me 21. E vërtet që presidenti ka qenë në shërbim të vetëvendosjes. Besoj që ti pajtohesh. Po i tash jo, nuk pajtona, por problemi është që kur dalsh kundër datës 28 del kundër Mërgatës, sepse Mërgata është me shumicë këto. Në narracion i vetëvendosjes. Jo, narracion, jo e pa që patën frikë dhe dolen hapur. Po t'ishin Mërgata me opozitën, ata do të dilnin. Pastaj kur e panë që përfundoi gjithçka, bënin apele e janë, duke e ditë që ata nuk e duan Mërgatën dhe po e pengojnë me vendime të ndryshme përmes subjekteve politike në KQZ që janë shumicë dhe ju përsheni edhe vendime të cilat mirën dhe nuk e lejojnë Mërgatën që të kenë edhe pjesë tjera të institucione ku mund të votojnë. Po vetëm në për ambasada e cili është numër shumë i kufizuar. 5 vjet, thuaj se vetëvendosja është në pushtet. Buxheti ka qenë më shumë se 15 miliard për këto vite, 16 ose deri në 18 shkon. Ideja është nuk është pa investim, ta themi kështu i madh as infrastrukturë. Nuk kemi projekte ndoja, pse më votu vetëvendosjen një qytetar, me 3 pika, pse duhet me votu Albin Kurtin, Mefail Bajqinovcin dhe 8 kandidatë. Po t'jap disa shembuj 3 projekte ndoja që i ka bo rruga Prishtinë-Mitrovic në përfundim. Rruga Prishtinë-Podojev 5 vjet. Po, jo 20 vjet e kanë pas, e kemi përfundu. E bo disa autostrada, e bo projekte shumë bo. Nëse më lejohet. është bo aeroporti. Prishtinë-Podojev ka përfundu. Prishtinë-Mitrovic është 5 km që i fundit, ka përfundu 20 vjet ka qenë. Armatosja Ushtrisë investim kapital më i madh në histori, me kallashe. Pa është marrëveshje me kur është Nëse më lejohet tash. Jo, më qenë korrekt ne. Jo, unë jam korrekt. Reformat në institucione, shëndetësia me një buxhet për 300 Çfarë reforma? Ka institucione si që bëndë dikur. Sot nuk e ke asnjë mungesë në qendrën klinike universitare të Barrave. Ju e dini kur kemi punu bashkë. Po qytetarët tanë kohën, kur ma ka qenë? Ja. Unë po e them me plot përgjithësi, shëndetësi, a ka probleme ka. A është më mirë, është 80% më mirë se që e kam pas dorë. E kemi policin, pagat në polici, sot një policie ka pagën 750 euro. Paga e një policie 700 euro bruto. E kom fjallën paga bas. Tash, rritja pagave, shtesat për lehona, shtesat për fëmijë, shtesat për student, nuk kanë ekzistu për para fjallë... A është bjerje votës, rritja e shtesave dhe pensioneve... Ne kemi pas në program. Një muaj para zgjedhjeve. Jo, ne kemi pas pagën... Jo, keni akuzu vazhdimisht të mos ta shemthashin PDK-n që po e blen votën, a është bjerje votës? Ne në programin për legislaturën e vitit 2025 në shkurt, ne kemi pas në program rritjen e pagës minimale. E kemi bo pagën minimale 500 euro. Ka qenë premtim, tash që nuk na premtoj koha, e u dasht me e bo në qeverinë në dorëheqje, është tjetër temë. Por ne këtë kemi premtu dhe kemi realizuar. Kemi ngrit pagat, kemi ngrit pagën minimale, kemi ngrit pensionet, kemi bërë shtesat për fëmijë, kemi bërë shtesat për lehuna, këto nuk kanë ekzistuar në qeveritë e kaluara. Pagat nuk janë rritë, dorën zemër është rritje minimale. Janë rritë. Paga e policit ka qenë 395 euro, sot është 700. Në universitet që kanë ullet pagave, ki disa kategori që ka ullet pagave, dhe më thonë nuk kanë ndodhë. Paga e mjekut. Në mënyrë retroaktive të ullet pagat. Paga e mjekut. Në qeverinë, deri në 2021.
deri në vitin 2021. Mjek të vërtet. 695 euro, sot është 1300 euro, pa kujdestari, me kujdestari është 2000 euro e paga një doktore në qanë klinikë universitare. Pastaj i kemi pagat e rritura në këtë fushat, polici, në ushtri dhe në gjitha. A mendon që kjo rritje është e mjaftueshme marrë parasysh inflacionin që ka ndodhur? Tash nuk lidhet inflacioni me neva Adrian, sepse ne nuk e kemi bashkë në këtë botën. Fundic, edhe e dyta çmimet. Lira që sot një pagë dikush e merr 500 euro, ta themi me atë të 2020-s është pak a shumë 350. E dyta edhe kjo çështja e inflacionit është në gjithë botën, por unë akuzën për këtë kritik, unë mendoj që për çmime, rritjen e çmimeve, përtej se asaj që kanë mundësi me e bo, duhet me e bo LDK-s. LDK-ja është ajo parti e cila e ka dërguar çmimin tavan, ligjin për çmimin tavan në gjykatën kushtetuese. Po ju po doni në mënyrë kundër kushtetuese mi bë do gjana. Po jo, vërse nuk i kena bën kundër kushtetuese, por... Po 13 ligje ka po jo, po krejt blokadën e ka shkaktu kjo opozitë. Duke dërgu ligjin antimafia, duke këti ligjet çka i kemi propozu, i ka bloku. A nuk është pak e pa drejt? E veç pak, ligji për sigurime shëndetësore, çfarë antikushtetuese ligji? A nuk është pak e pa drejt që me pas 51% pushtetit për 4 vjet, edhe për shumë projekte që nuk janë kry, me fajsu partitë tish opozitare që nuk kanë pas, ta themi, fuqi, sepse keni pas shumicën pa koalicion. Qysh, unë veç një gjë di me tregu. Institucioni, gjykata kushtetuese, prokuroria shtetit, i kemi pas njerëz që kanë udhëheq me libres të LDK-s të PDK-s. Tashmë të VV-s? Jo, LDK-s të PDK-s, jo, unë po flas gjykatë kushtetuese prokurori. Atjera s'ka lidhje? Jo, unë po flas për institucionet që e kanë bloku, sidomos gjykata kushtetuese, çdo ligj e ka bloku kur e kemi dërgu nga opozita atje. Dhe tash, po këta njerëz thoni që nuk kanë pas fuqi. Jo, opozita ka pas boll fuqi. Për të bloku në gjykatën kushtetuese sepse i kanë me libreza të LDK-s të PDK-s njerëzit të dëshmuar që kanë shkuar aty. Dhe sot ligji për sigurime shëndetësore çka ka pas nevojë me kon antikushtetuese. Shumë ligje të cilat ligji për çmimin të avans, për çka ka të bëjë antikushtetues? Po i kanë mbrojt oligarkët të cilët kanë punu me LDK. Me ardhin e Bedri Hamzës në kryet PDK-s e kemi pa një zbutje të toneve ndërmjet dy partive. Albin Kurti, si rrallë herë, i uroj zgjedhjen në kryet të PDK-s. A mund të kemi një koalicion VV-PDK marrë parasysh edhe këtë 80 voqin që në nevojitet për zgjedhjen e presidentit edhe që të kryjnë këto punë të mëdha, sepse ne i dim që edhe disa tema nuk janë mbyllë. Pra çështja e veriut, çështja presioni ndërkombëtar për asociacionin. A mund të kemi një koalicion PDK-VV? Unë i kam pa deklaratat e gjitha partive. Më është zbutje gjus. I kam pa deklaratat e partive opozitare, e që është për të përshëndetur që... Edhe Bedri Hamza i ka hek vijat e kuqe? Unë mendoj, unë nuk mund të them, unë nuk besoj që do të ketë koalicion me PDK-n, por varet prej qëndrimit të kryeministit Kurti dhe lëvizjesve të vendosje, duhet por shumë gjëra se si do të rrjedhin tutje pas zgjedhjeve, kam fjalën të presidenti, por unë besoj që nuk besoj që do të ketë koalicion me Partinë Demokratike. Pra, VV ende preferon LDK-n si partner të koalicionit? Jo, unë nuk e preferoj tash as LDK-n, sepse e dim çka na ka bë për 10 muaj, por ne mendojmë që qeverinë do ta krijojmë vetë, kur vjen puna te presidenti është përgjigje që mund të jetë shumë hipotetike, duhet krijohen rrethona tjera dhe të shohim se si do të rrjedhin gjërat në vazhdim, kush do ta propozojë apo një gjë tjetër. Sipas kësaj logjike, ju nuk doni bashkëpunim edhe nëse... Ja, nuk e thash ashtu. Po... Na pretendojmë me fitu. LDK nuk e preferoj? Për ekzekutim mendojmë të fitu. A preferoni? Jo, nuk e tham jo, ne kemi kërkuar nga LDK-ja. Dhe nuk kemi pas vijat kuqe për asnjë parti. Jo, pas 28-it. Po, veç unë po flas qeverinë, besoj që do ta krijojmë vetë pa asnjë parti politike. Edhe kur të jem tek presidenti është çështje që duhet parë qëndrimin e partisë. Meth, ju jeni zgjedh 3 legislatura si deputet, keni marrë ulse në Kuvendin e Kosovës. Pse duhet sot një votues i VV-s ose qytetari i Kosovës të votoj juve për të 4-tin mandat radhazi? Unë jam 5 vite në Kuvendin e Kosovës, nga viti 2020 deri më sot, dhe besoj që i kam plotësuar kriteret
që të vazhdoj dhe vetë sa kam fillu me punë, dhe besoj që jam profesionalizu mirë në fushën e sigurisë, ku e mbuloj dhe ku jam antar i Komisionit për Siguri, dhe besoj që kam kry punën me nder dhe profesionalizëm, besoj që kam qenë zëri qytetarët të Republikës Kosovës, sepse kam qenë mjaft i zëshëm edhe në kuvendin e Kosovës, edhe pse nuk na u ka dhënë mundësia për 9 muaj për shkak të blokadës, në media, dhe i kam transmetuar të gjitha brengat, kritikat, ankesat dhe kërkesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës brenda këtij mandati ku kam qenë unë deputet. Besoj që do të jem zëj fuqishëm i qytetarëve në kuvendin e Kosovës dhe me vetë faktin para 9 muajve i kam pas 42.000 vota, është tregues që jam një prej deputetëve aktiv në kuvendin e Republikës Kosovës. Mef, jemi këtë në fond edhe kam një pyetje. A keni ndonjë emër të preferuar për president? A do ta votonit nëse rikandidohet Vjosa Osmani apo keni ndonjë preferencë? Madje është folë edhe për dikën nga familja e Shorit. A keni vot për Vjosa Osmani? Krejt janë për fol, por krejt që ka mujë me u përgjigj, Adrian, është përgjigje hipotetike. Krejt syt janë rreth 28-it, datës 28 dhjetor, dhe ajo pas 3 muajve varet se si do t'i kemi, do diskutohet me opozitën apo varësisht si do të është problem me para pa apo me parashiku se kush do t'jetë presidenti i vendit apo sepse ju e dini që 80 deputet duhet të qëndrojnë në sallë e në raundin e tretë duhet të votojnë 61. Po prap 80 deputet duhet të jenë në sallë. Dhe tash është përgjigje, pyetje hipotetike e përgjigjen që nuk kam. Mef, suksese me 28 dhjetor. Faleminderit shumë Adrian dhe i përshëndes gjithë qytetarët nga emisioni juaj.